Nuk është në agjendën zyrtare të NATO-s, pasi që do të jetë takim bilateral, por pritet të ketë. Ka konfirmime nga mediat amerikane, nga rrethik ngushtë i presidentit Trump, që do të ketë një takim ndërmjet zotit Trump dhe zotit Zelensky në përpjekje natyrisht për të rregulluar gjërat pas atij takimi katastrofal në shtëpinë e Bardhë, por me zhvillimet të reja, do shohim se si do të ndikojnë deklaratat e djeshme të zotit Zelensky, sipas të cilit Rusia e ka mashtruar edhe Amerikën, kur ka thënë se është e gatshme pra në pushim përderisa vazhdon të sulmojë shtetit Ukraina, se duke përfshirë kryeqytetin Kiev me raketa balistike pothuajse çdo natë, por gjithsesi një takim do të shërbente të dyja palët për të shtyrë përpara idenë e arritjes së pushimit. Natyrisht ne dimë që presidenti Trump vazhdon të mbajë të hapur linjën me presidentin rus Putin dhe pas përfundimit, le të themi, të luftës brendëditore Iran Izrael, fokusi i ri presidentit Trump mund të bartet tek përmbyllja, por së paku një armpushim më të gjatë ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Angazhimi i Shtetet Bashkuara ndaj nenit të 5 të traktatit të NATO-s duket se është ndoshta edhe çështja për cilën gazetarët aty duken edhe më të interesuar, edhe nga pyetjet që i kanë bërë liderëve të ndryshëm që kanë mbritur në summit. Natyrisht kjo ka të bëjë me faktin që presidenti Trump i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka pasur raste kur ka thënë që Shtetet Bashkuar të Amerikës nuk e kanë për detyrë që të mbrojnë shtetet anëtare të NATO-s nëse ato hyjnë në luftë me Rusinë për shkak të Ukrainës. Kjo është në kundërshtim me atë çfarë thot Karta e NATO-s e neni 5 artikulli 5, pra e konfirmon. Me sugjerim se kjo pyetje do t'i bëhet presidentit Trump pra për të rikonfirmuar gatishmërinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës që do të mbrojë shtetin shtet anëtar të NATO-s, përfshi natyrisht Shqipërinë, nëse sulmohet. Tani pritet të shohim se çfarë do të thotë presidenti Trump. Mund të jetë pak kështu nervoz për faktin Esmeralda që CNN ka zbuluar me burimet e saj të inteligjencës që vendet ku po i bënte gati armët bërthamore, po i zhvillonte armët bërthamore, po e pasuronte uraniumin në Irani, nuk janë shkatruar plotësisht siç ka thënë presidenti Trump. Në fakt u janë bërë dëme, vetëm dëme, por ato mund të rifunksionalizohen pas disa muajve. E ka zbuluar këtë me disa burime të inteligjencës CNN dhe e di që kjo nuk do t'i pëlqejë presidentit Trump, madje i dërguari i tij për rajonin e lindjes së mesme ka thënë mbrëm që duhet të dënohen të gjitha ata pjesëtarë të inteligjencës amerikane që e kanë nxjerrë këtë informacion që do duhet të ishte konfidencial. Pra presidenti Trump ishte mburrur që i ka shkatruar plotësisht lokacionet për pasurimin e uraniumit dhe zhvillimin e armëve bërthamore të Iranit, por kjo nuk duket të jetë e vërtetë. Do të shohim nëse pas pak në deklaratën që do të bëjë presidenti Trump këtu në Hag do të ketë një referencë për këtë. Mirë, gjatë ditës së djeshme, të paktën nga ajo çfarë ka dalë publikisht, duket se zoti Trump ka pasur një takim me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Duket se Turqia po kthehet një faktor të rëndësishëm edhe për NATO-n, edhe në dokumentin strategjik të Britanisë së Madhe, duket se zë një hapësirë të rëndësishme në të sigurisë së Europës. Po, tani, presidenti Trump në darkë i ka takuar të gjithë Esmeralda, ka kaluar kohë edhe sipas fotografive që shohim, natyrisht aty kanë qenë vetëm fotografë zyrtar, i gjithë ambienti i pallatit mbretëror është me kilometra i paqasshëm për publikun e gjerë për shkak se janë liderët botëror, aty ishin pra mbrëm liderët botëror dhe presidenti Trump ka pasur rastin, kemi parë me kryeministrin Meloni, duke qëndruar në tavolinë, pra një liderët të cilën ai e preferon në Evropë më shumë se sa le të themi kancelari Merkel i Gjermanisë, kryeministri Starmeri, mbretërisë bashkuar apo liderët e tjerë për shkak edhe të ideologjisë së ngjashme që kanë. Dhe Turqia gjithmonë mbetet faktor i jashtëzakonshëm pikërisht për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Turqia është gjithmonë e gatshme të negociojë gjithashtu nëpërmjet Katarit, që është një aleat i madh që ka qenë në mes të kësaj luftës ndërmjet Izraelit dhe Iranit në këto ditë, dhe natyrisht Turqia vazhdon të mbetet një prej top 10 fuqive ushtarake në botë dhe edhe ajo sikurse shtetet e tjera do të vazhdojë të investoj në ngritjen e kapaciteteve ushtarake dhe presidenti Trump gjithashtu e çmon presidentin Erdogan edhe për shkak të natyrës së politikës së tij që ka pra dim preferencat e zotit Trump e ka me këtë zotin Orban në Hungari. Kujtojmë që vetëm 2 ditë më përpara Hungaria dhe Slovakia